I nderuara të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin. Në Ungjillin sipas Mateut na tregohet kjo ngjarje që do ta komentojmë sipas etërve të kishës. Atëre Isu hipi në një bark, kaloi përtej dhe erdhi në qytetin e vet. Dhe ja i solli një të paralizuar të shtrirë mbi një vig. Isui, duke parë besimin e tyre, i tha të paralizuarit: "Merr zemër, birë t'ja falur mëkatet." Pra, në qoftë se mbani mend nga Ungjilli që lexuam të dielën që shkoi, kur Krishti i zbriti në tokën e Gadareasve, dhe atje ai largoi demonët nga dy të demonizuar, por banorët e atij vendi i thanë Krishtit largohu. Krishti u largua, sepse, si na thotë Shën Joan Gojarti, Perëndia nuk i imponohet njeriu. Zoti e lë të lirë njeriu. Ose ai do pranoj vullnetin hyjnor për kujdesjen hyjnore, ose ai do i bashkangjitet djallit e do bëj punët e tij dhe do dënoj veten e tij. Prandaj dhe Krishti u largua nga Gadareasve dhe vajti në Kapernaum, në qytetin e tij. Jo se ishte nga Kapernaum, por atje Krishti kishte bërë shumë mrekulli, dhe atje kishin dalë dhe apostujt e parë, Petro, Andrej, Jakobi, Johani. Dhe aty përballë Krishtit shfaqet një paralitik, i cili nuk ishte këmbë dhe nuk mund shkonte dot te Krishti, por thuhet që e sollën te këmbët e Krishtit. Dhe Krishti, duke parë besimin e tyre, i thot paralitikut, si të dëgjuam, birët janë falur mëkatet. E para duhet ndalojmë i sollëm paralitikun. Paralitiku, patjetër që ne dim që është njeri që ka një sëmundje që gjymtyrët e tij nuk mund të lëvizin. Është një i vdekur për së gjalli. Dhe fatkeqësisht sot ka paralitik, mund të jetë edhe njerëz të afërt, familjes, ose dikush e vuan atë. Çështja është se ky paralitik që nuk ka emër përfaqëson gjithë njerëzimin. Sepse do thoni juve, çfarë lidhje ka ai me ne? Ne jemi njerëz që lëvizim, por vërtet ne nuk kemi paralizë trupore, por të gjithë kemi një paralizë shpirtërore, sepse të gjithë ne vuajmë nga sëmundja e mëkatit, që paralizon shpirtin, ndërgjegjen, vullnetin, veprimin e dashurisë. Fatkeqësisht ne kemi të gjithë të sëmundje, të trashëguar dhe të fituar. Prandaj edhe neve i ngjajmë këtij paralitiku. Por njerëzit të cilët janë paralizuar në shpirt, në ndërgjegje, nuk shkojnë dot tek Zoti, nuk besojnë. Atëre duhet besimi i tjerëve. Ashtu siç e morën këtë paralitik dhe e çuan te këmbët e Krishtit, kështu edhe neve. Duhet të çojmë të tjerët, të afërmit tanë, që janë të paralizuar shpirtërisht, t'i çojmë te Krishti nëpërmjet lutjes sonë, nëpërmjet besimit tonë. Prandaj, kështu përkthehet kjo që e sollën te këmbët e Krishtit. E sollën disa njerëz të afërm. Edhe neve, të afërmit tanë, i sjellim te Krishti, si thash, me lutje. Dhe këtu na tregohet komuniteti, kisha. Kisha është trupi i Krishtit, që nuk është indiferente për vuajtjet e njerëzve. Kisha këtu në këtë liturgji hyjnore lutet për të gjithë botën, për gjithë njerëzimin, veçanërisht ata që janë të sëmurë në shpirt dhe në trup. Jo vetëm për ata që janë këtu, por dhe për ata që nuk kanë ardhur këtu. Kisha lutet, dhe me lutjet e saj kërkon që t'i çojë këta njerëz te këmbët e Krishtit. Prandaj dhe neve duhet të lutemi. Kur kemi njerëz të afër që nuk na besojnë, të lutet burri për gruan, gruaja për burrin, prindi për fëmijët, fëmijët për prindrit, për njëri tjetrin, për miq të afërm, shok, që nuk besojnë. Nuk duhet dëshpërohemi. Nuk mund themi nuk ka shpresë.
duhet t'i çojmë ata me lutjen tonë te Krishti, që për hir të besimit tonë, për hir të lutjes sonë, Krishti t'i shëroj nga paraliza e pabesisë, e mëkatit, e pasioneve, dhe t'i bëj ata antar të gjallë të kishës. Por dëgjojmë dhe diçka tjetër. Krishti i thot ti paralitiku, merë zëmër birë. Shikoni që Krishti nuk i thot oj sëmur, por i thot birë. Pse i thot birë? E para duhet dim se mëkati së gjyshor, mëkati i parë, por dhe mëkatet tona personale në ndajnë nga Zoti. Pra, jo vetëm në ndajnë nga Krijuesi, por neve na bëjnë sklever të mëkatit, të djallit, të vdekjes. Perëndia është dashuri dhe nuk e braktis njeriu. Daj shumë e deshi Zoti botën sa dha birën e vet, që kushdo që të besoj tek ai mos të mbas, po të ketë jetë përjetshme. Perëndia ati e dha birin dhe bëri bir njeriu që jo vetëm na fali mëkatet, por të na birësoj. Isu Krishti është biri i Perëndis nga natyra, si fjala. Por neve në Krishtin birësohemi me atin, me Perëndin, që jemi fëmijë të adaptuar, se bëhemi vëllezër në Krishtin. Shikoni se sa dashuri tregon Zoti për ne njerëzit në Krishtin. Na bën bi, jo shërbëtor, jo sklever. Por, edhe diçka tjetër. Të janë falur mëkatet. Nuk i tha Krishti shëro, ec, jo se nuk do ta bënte, por në fillim i thot të janë falur mëkatet, për na treguar një të vërtet madhe që neve shpeshherë e harojmë dhe s'duam ta pranojmë. Shkaku i smundjeve është mëkati. Në qoftë se në botë nuk do kishte mëkat stëgjyshor dhe personal, prindëror, njerëzor, nuk do kishte smundje. As një rruf nuk do ishte. As një gjë virale nuk do ishte. Jo më smundje tjera. Të gjitha kanë pasojë mëkatin. Ky mëkat jo domosdoshmërisht është personal, por është mëkat që ekziston në botë. Mëkat që e trashëgojmë, mëkat që e fitojmë, mëkat që e bëjmë. Prandaj, kur kemi një sëmundje, asnjëherë mos jeni indiferent, thjesht e ka fajin virusi, e ka fajin mëkati. Dhe çfarë duhet bëjmë? Ne duhet dëgjesohemi prindrit për veten e tyre dhe për fëmijët. Fëmijët kur janë të rritur për veten e vet. Pse jemi smur? Ku është mëkati ynë? Në qoftë se e konstatojmë se kemi mëkat, mos të rrekemi me smundjen. Mos të lodhemi duke bërë analiza dhe terapi, por të pendohemi për mëkatin, të shkojmë të rrëfejmë mëkatin, se pa u rrëfyer mëkatin nuk ka shërim, sepse nuk e lejon mëkati shërimin e trupit. Mëkati dëmton shpirtin, shpirti dëmton trupin, janë të lidhura me njëra tjetrën. Prandaj ka shok sëmundje të pashërueshme, jo se janë të pashërueshme, po sepse është mëkati në mes. Dhe njerëzit nuk duan të pendohen, nuk duan të largohen nga mëkati, thjesht duan shërim. Dhe kështu vuajnë dhe nuk shërohen, madje vdesin nga sëmundjet e tyre. Krishti në fillim fare na shëron shpirtin. Si e shëron shpirtin? E fal mëkatin. Si e fal mëkatin? Sepse ka paguar me gjakun e vet në kryq. Pastaj na shëron dhe trupin. Këtë punë bën dhe kisha. Kisha është trupi i Krishtit. Ktu është një spital që neve shërojmë plagët e mëkatit të shpirtit dhe na falen mëkatet. Prandaj dhe kisha ka një mister që neve duhet ta kryejmë gjithmonë, sa më shpesh. Misteri i pagëzimit që fal mëkatin stëgjyshor dhe mëkate personale, dhe misteri i pendimit rrëfimit që fal mëkatet mbas pagëzimit. Po se bëm këtë mister, mëkatet nuk janë falur. Prandaj dhe jeta jonë shpirtërore dhe jeta jonë trupore, marrëdhënia jonë shoqërore ka kaq probleme, se është mëkati. Dhe ashtu si tha Krishti, birët janë falur mëkatet, kështu thot dhe kisha në emër të Krishtit, me ati rrëfyes të janë falur mëkatet në emër të Krishtit. Pastaj Krishti
mbasi i tha këtë, i tha, merr vigun, ec. Pastaj vjen dhe shërimi i trupit. Dhe njeriu nga bara e mëkatit, nga vuajtja e smundjet, nëpërmjet faljes së mëkatit, fuqisë së Krishtit, bëhet njeri i ri. Lirohet nga mëkati, lirohet nga smundja, bëhet njeri normal. Ja, pra kështu ndodh shërimi. Kështu ka ndodhur shërimi në kish në shekuj. S'ka pas doktor, s'ka pas spitale, ka pas kish, ka pas mistere, ka pas prift që lutet në emër të Krishtit. Kurse sot njerëzit u larguan nga kisha, u larguan nga oratat, u larguan nga lutja, u larguan nga misteret dhe bredhin dhe mbushin spitalet. Prandaj të dashur të krishterë, kështu t'i shikojmë gjërat. Kemi një mjek që shëron çdo sëmundje dhe lëngat. Ky është Zoti ynë Jezu Krisht. Kemi një spital që i shëron të gjitha sëmundet. Kjo është kisha. Kemi ilaçe që bëjnë mrekulli, ngjallin të vdekur, shpirtërisht, por dhe trupërisht. Këto janë misteret e kishës. Është pagëzimi, është kungimi që e marrim për ndjesën e mëkateve. Prandaj, këtë rrugë duhet të ndjekim dhe mos i bjem gjatë që kur konsumojmë gjithçka nëpër mjek dhe nuk kemi as më shërim, as përmirësim, atëherë themi të shkojmë mirë tek Zoti, të shkojmë mirë tek kisha, të shkojmë mirë te prifti. Jo, rruga e shkurtër shko te Zoti në fillim, shko te kisha, shko krye misionin e pendim rrëfimit, merr uratën e shërimit nga kisha nëpërmjet priftit, pastaj shko te mjeku. Dhe Zoti do të shëroj nga çdo sëmundje në shpirt e në trup. Amin.